Kardiologu jep urdhër, hiqni dorë menjëherë nga këto ushqime, rrisin tensionin e gjakut. Tensioni i lartë i gjakut mund të jetë shkatrimtar për zemrën, trurin dhe për veshkat. Përpos kësaj, tensioni i lartë i gjakut shkakton komplikacione të tjera të rënda në lëvizjen e gjymtyrëve. Tensioni i lartë trajtohet me medikamente, por së pari duhet të mësoni për ushqimet të cilat e rrisin tensionin. Nëse doni të shmangni rritjen e tensionit të gjakut, atëherë duhet të jeni dorë shtrënguar me kripën, të kryeni më shumë aktivitet fizik dhe të ruani një formë të mirë trupore. Në këtë video do ju sjellim listën e detajuar të produkteve që ndikojnë në rritjen e tensionit të gjakut, të cilat ose duhet t'i evitoni ose t'i reduktoni dhe t'i zëvendësoni me ushqime të tjera. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por cilat janë vlerat ideale të tensionit të gjakut? Njësia mace e tensionit të gjakut duhet të jetë gjithashtu kompakte. Tensioni midis vlerave 9/6 dhe 12/8 mund të jetë tension i shëndetshëm dhe niveli ideal, pra 9/12 ose 6/8, por nëse maci tregon në vlerat midis 12/8 me 14/9, atëherë tensioni i gjakut është më i lartë se mesatarja. Nëse maci tregon 14/9, atëherë tensioni i gjakut është më i lartë dhe klasifikohet si hipertension. Nëse maci tregon vlerat midis 14/9, atëherë tensioni i gjakut është i lartë dhe klasifikohet si hipertension, por nëse arrin 18/10, atëherë duhet të tregoheni edhe më të kujdesshëm dhe të kontaktoni mjekun. Por cilat janë ushqimet të cilat duhet t'i evitoni nga dieta juaj pasi mund t'ju rrisin tensionin e lartë të gjakut? Nga dieta juaj duhet të evitoni konsumin e tepërt të mishit të kuq. Mishi i kuq është i shijshëm, por përmban gjithashtu nivele të larta të kolesterolit dhe dëmton shëndetin e zemrës, gjithashtu edhe të enëve të gjakut. Sipas të dhënave, një sasi prej 400 gram mishi gatuar do të përmbajë 254 mg krip dhe 308 mg kolesterol, ndaj duhet jeni të kujdesshëm me konsumin e tyre. E njëjta gjë vlen edhe për pancetën, sallamin ose proshutën. Nëse bëni pjesë në këtë kategori të njerëzve, tregoni më të kujdesshëm me konsumin e mishit. Picat e ngrira gjithashtu mund të shkaktojnë probleme të shëndetit tuaj dhe të shkaktojnë rritje të tensionit. Këto ushqime mund të tingëllojnë ideale për një darkë të shpejtë, por një racion i kësaj pice përmban 1000 mg sodium. Prodhuesit e saj shtojnë krip dhe substanca shtesë në ruajtjen e picës duke rritur rrisqet për tension të lartë të gjakut. Salcat e paketuara të domates. Salcat e domates me paketime qelqe ose metalike rrisin tensionin e gjakut. Një paketim salce me domate përmban 654 mg krip. Një racion me makarona me salcë domate me mish përmban 1300 mg krip. Turshit e gatshme gjithashtu mund të nxisin rritjen e hipertensionit. Sipas të dhënave, një filxhan me lakra turshi jo të përgatitura vetë përmban 938 mg krip. Turshit të tjera përveç lakrës, si domatet kastravecat, janë të zhytura në lëng me krip. Një filxhan me lakra turshi përmban 1251 mg sodium. Njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut nuk duhet të konsumojnë turshi të tilla. Maksimumi duhet të konsumojnë turshi të bëra vetë. Alkooli gjithashtu mund jetë një nxitës i keq i problemeve të hipertensionit. Një sasi e vogël e alkoolit nuk shkakton dëme, për sa kohë nuk e pini në mënyrë të shpeshtë dhe të përsëritur, por nëse e teproni me pirjen e alkoolit, atëherë ju do të rrisni tensionin tuaj të gjakut. Alkooli mund të ndryhej edhe te medikamentet e tensionit të gjakut dhe të shkaktojë ulje të efikasitetit të tyre. Ëmbëlsirat e paketuara gjithashtu mund të nxisin problemet të hipertensionit. Ëmbëlsirat, biskotat dhe mbushjet shumëngjyrëshe që shiten në paketime të bukura janë të mbushura gjithashtu edhe me sheqerna, me yndyrna dhe me element të kripës që mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj, duke krijuar kështu edhe komplikacione me problemet të hipertensionit. Pijet energjike mund të jenë të dëmshme për shëndetin tuaj, sidomos edhe në rast se vuani nga hipertensioni. Konsumi i pijeve energjike rrisin tensionin sistolik me 6.2% dhe atë diastolik me 6.8%. Ndaj, tregoni të kujdesshëm me përdorimin e tyre në mënyrë që të mos ndikojnë në shfaqjen e komplikacioneve dhe rritjen e shqetësimeve të hipertensionit.
Është e rëndësishme që nëse vuani nga hipertensioni, t'i drejtoheni mjekut për një trajtim të specializuar dhe gjithashtu të bëni përzgjedhjen e duhur për dietën tuaj. Vetëm kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin. Hiqni dorë nga ushqimet e kripura dhe përmbajtjet e kripës. Kripa dhe natriumi janë armiqtë për personat me tension të lartë të gjakut dhe me sëmundje të zemrës. Në çdo 100 gram krip ka 38.758 mg natrium. Sipas specialistëve, personat me tension të lartë të gjakut duhet të eliminojnë marrjen e natriumit për mbi 1.500 mg në ditë ose vetëm një lugë çaji krip. Nëse konsumoni më shumë se kaq, atëherë do të krijohen probleme më të rënda të shëndetit tuaj, të cilat do të ndikojnë në krijimin e problemeve të hipertensionit. Disa nga ushqimet më të kripura, të cilat duhet t'i evitoni mëpatjetër nga dieta juaj, janë këto: picat e ngrira, lëngjet e perimeve, mishi i procesuar, produktet e paketuara të domates, supat e gatshme, gjithashtu edhe turshit. Këto përmbajnë një sasi të tepërt të kripës dhe mund të ndikojnë në çështjen tuaj edhe kundër problemeve të hipertensionit. Një tjetër produkt i cili mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj është edhe sheqeri. Prandaj, nëse vuani prej hipertensionit, tregohuni të vëmendshëm ndaj konsumit të sheqerit. Konsumi i tepërt i sheqerit është i lidhur me rritjen e peshës dhe obezitetit, por sheqeri lidhet gjithashtu edhe me tensionin e lartë të gjakut. Sheqeri, sidomos pijet e ëmbëlsuara me sheqer, kontribojnë në rritjen e obezitetit te njerëzit nga të gjitha moshat. Tensioni i lartë i gjakut është më i shpeshtë te personat mbi peshë ose edhe ata obez. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon që femrat të mos konsumojnë më shumë se 6 lugë çaji ose 24 gram në ditë, ndërsa burrat jo më shumë se 36 gram në ditë, në mënyrë që ajo të mos ndikojë në krijimin e komplikacioneve të shëndetit dhe mbi të gjitha edhe rëndimin më të madh të organizmit tuaj. Lëkura e pulës dhe ushqimet e paketuara mund të ndikojnë sërish negativisht në shëndetin tuaj, duke krijuar kështu komplikacione të njëpasnjëshme dhe rritjen e shqetësimeve të trupit kundër këtyre shqetësimeve. Personat me tension të lartë të gjakut duhet të reduktojnë nga dieta e tyre yndyrnat të ngopura dhe të shmangir, edhe yndyrat trans. Përmbajtja e lartë e yndyrnave të ngopura ka lëkura e pulës, prodhimet e bulmetit, mishi i kuq dhe gjalpi. Yndyrat trans në sasi të vogël në mishin e dhjamosur dhe produktet e bulmetit gjithashtu mund të ndikohen, por përmbajtja më të lartë të yndyrave trans e kanë ushqimet e paketuara dhe gjithashtu edhe ato të procesuara. Këto ushqime zakonisht përmbajnë nivele të larta të sheqerit dhe gjithashtu shkaktojnë komplikacione të organizmit tuaj. Nëse bëni pjesë në këtë kategori të personave, tregohuni më të kujdesshëm dhe më të vëmendshëm ndaj këtyre ushqimeve, pasi siç dihet mund të ndikojnë negativisht në luftën kundër komplikacioneve të hipertensionit dhe të shkaktojnë një rritje të menjëhershme të tij. Nëse vuani nga hipertensioni, konsultohuni me mjekun tuaj për të përzgjedhur dietën e duhur dhe për të mbajtur larg shqetësimet e organizmit. Perimet jeshile janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për personat me hipertension. Këto elementë rrisin vëllimin e gjakut dhe presionit arterial, të cilat e bëjnë presionin e gjakut të jetë më normal. Pasuroni dietën tuaj me zarzavate siç është spinaqi, brokoli, lakra jeshile dhe sasitë e kaliumit do të rriten. Ky mineral ndihmon në largimin e natriumit nga trupi përmes urinimit dhe relakson muret e enve të gjakut. Sasia e rekomanduar ditore është 3 deri në 6 filxhan në ditë, pasi mund të ndihmojë gjithashtu edhe organizmin tuaj. Në dietën tuaj mund të ndikojnë edhe në përmirësimin e niveleve të shëndetit tuaj, mund t'i jap edhe frutat e pyllit. Frutat e pyllit mund të jenë një zgjidhje fantastike kundër këtyre komplikacioneve. Pigmentet që japin ngjyrë boronicave, luleshtrydhe dhe manaferave sjellin përfitimet në enët e gjakut, duke ju ndihmuar të përmbani edhe nivelet e duhura të hipertensionit. Koci është një tjetër produkt fantastik i cili mund të shtohet në dietën tuaj për të mbajtur larg problemet e hipertensionit. Kalciumi është një element kyç për normalizimin e presionit të gjakut sepse ndihmon enët tuaja të gjakut të shtrëngohen dhe të relaksohen kur duhet. Koci me pak yndyrë është një mënyrë shumë e mirë për të shtuar kalciumin në dietën tuaj dhe për të evituar kështu komplikacionet e hipertensionit, citon Brightside. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.